Kjo është java që Shqipëria mbushet me emigrant, me anije, avion apo makina të mbushura plot me dhurata. Ata rikthehen, por më shumë se dhuratat, ata janë ngarkuar me mall të madh për Shqipërinë dhe për njerëzit që kanë lënë pas. Ajo që ndjejmë disa nga ne që nuk presim të na vi njëri është ngarkesa, sepse rëndohet trafiku, rrugët mbushen me makina, me targat huaja, dëgjohet ajo shqipja e përzier me italisht, greqisht apo dhe anglisht, dhe ne të ngarkuar nga hallet tona, fillojmë të ankohemi. Ardhi atyre është ai momenti rrallë kur takohen dy botë, ata që donin të iknin ose nuk ikën dot kurrë, me ata që patën guximin të ikin dhe të kthehen çdo dhjetor ose verë për një ritual të përvitshëm. Ne jemi një vend ku emigrantët nuk janë thjesht njerëz, por edhe investitorë që mbajnë gjallë ekonominë e shumë familjeve. Nëse duam t'i lexojmë emigrantët si shifra, ata janë 10% e prodhimit të brendshëm bruto. Nëse duam t'i shohim si shpëtimtar, shumë familje shqiptare nuk do të mbjetonin dot pa parat që dërgojnë ata. Parat e emigrantëve janë një lumë që nuk ndalet, herë të pastra, herë të pista, herë në zezë, herë në të bardhë, herë me djerse, herë me gjak, por pa këto para, shumë familje do ta kishin të pamundur të mbjetonin. Ata dërgojnë para në këtë vend dhe nuk marrin pas asgjë, përveç se gjobat e policisë dhe mallkimet e disa inatçive që thonë ja, vinë këta dhe bëhet trafik. Përveç miqve, shokëve, familjeve, kush në këtë vend i respekton ata? A ka Shqipëria realisht një strategji për t'i mbajtur afër? Është kohë festash dhe Shqipëria mbushet me emigrant, por jo të gjithë emigrantët kthehen. Disa prej tyre ka përcej një vit, 2, madje edhe 3 pa ardhur, derisa vendosin të mos kthehen më. Ne nuk e vëmë me njëherë mungesën e tyre, por festat tona e ndjejnë boshllëkun dhe humbasin diçka nga magjia e tyre. E pse? Pse disa vendosin të mos kthehen më, se çfarë ka ndodhur, çfarë u dhëmbaj shumë sa nuk duan ta shohin më këtë vend? Kthimi i emigrantëve mund të jetë edhe një ngarkesë, sepse sjell zhurmë, rrëmuj dhe përplasje me realitetin. Por në të njëjtën kohë është një plotësim shpirtëror, sikur dy gjysma të një molle ribashkohen për pak ditë. Pata, këto festa do të ishin shumë më bosh, sepse kur ata janë këtu për terë imitancave dhe nostalgjisë, Shqipëria ndihet për herë të parë një vend i plot me energji të bashkuar. Pastaj festat mbarojnë, bredhat e zbukurimet hiqen dhe emigrantët largohen sërish për të kthyer atje ku kanë ndërtuar jetën e tyre. Ata ikin me kokën pas, duke marrë me vete kujtime, përqafime dhe një copës të vogël të Shqipërisë që e mbajnë përbrenda. Dhe ne mbetemi këtu, me një pjesë të shpirtit ton që largohet bashkë me ta, deri vjetorin tjetër, me shpresën që të kthehen. Po sa të bukur jeni. A balme nga serioziteti ke bukuria me popos. Ti le të bëjmë një duartrokitje për Dojnën. Faleminderit. Faleminderit. Që është bosi i qiri për t'i vu flakën. Jo, është bosi zbukurim, ha? Ne jemi bërë si pjesë e thrungut pemës. Që ka patur e themi një kreativitet shumë të madh, vishet me të kuqe. Si omëlsin. Edhe Flori si bradh si gjithmonë. Ndërsa ti me këtë grin. Është Asfalt? Jo, është koha. E kuqeve. Ne gjithmonë e hapim emisionin me një investigim që ka lidhje me një ngjarje apo një temë aktuale, por që gjithmonë ka një skandal qeveritar, një abuzim me padrejtësi, dhunë, mashtrim, për shembull. Sot mund ta kishim hapur me ato çokollatat dhe biskotat e famshme që i kanë kushtuar Akshit 10 milion euro. Pra, i bie praktikisht ke ngrënë 1 milion çokolata për 3 vjet. Ore. Qesh. Qa i keni futur atyre çokollatave? Qa kanë brenda ato çokolata? Tani, serverat e qeverisë punojnë me vafera në vend të harddiskjeve. Punojnë me çokokrem në vend të harddiskjeve. Me 10 milion euro çokoladë mund bësh me diabet gjithë Ballkanin. Por, nuk i kanë ngrënë të gjitha këta tanët. Nga thonë drejtë. Tani bën kuptim. Po tash do kanë ngrënë një çik data iranianët. Po, të mësojmë pak. Që e kanë bërë Akshin si oborrin e tyre, po shkojnë në Bakçe. Hyke jo brinja, marrin dhënat, çokoladë. Në fakt, përveç çokoladave duhet themi, mund kishin kapur edhe atë programin. Me 300 apartamentet.
Po apartamentet e kujt, Besi? Kujt? Se ne kemi dalë pa gjë fare, apartamentet e Florian Binaj. Qja pa. Ose me ato 234 milion euro të tuja, goce. Po Dojnë? ku i kam? Se 234 milion nuk futet as poshtë dyshekut. Ose me koleksionin e shisheve të verës miliona euro të Besit. Besi. Ku i ke? Unë maj vetëm koneksion dhale. Dhalla? Sonte do e nisim ndryshe, do japim rëndësi vetes tonë. Më në fund. Sa përqind alkohol e keni dhallën juve pes? Dhalla është me 3 deri në 33% alkohol. Kemi dhe të tutë dhe të dhallën. Oke, na boj krikë. Sonte si rallë herë do investigojmë vet investiguesi, piranjat tona, bisupet e cilve ngrihet gjithë kjo ndërmarrje gazetarie dhe qytetarie. Sot në fakt i kthejmë kamerat nga njerëzit që zakonisht nuk bëhen tituj lajmesh, por titujt e lajmeve ekzistojnë vetëm fal tyre. Kështu që do të kemi piranjat tona në një super intervistë. Shyre na gjeti më njahu. E po ju më së vini gjithë kështu mua rrëth rrotull se më vini siklet. Ju lutem lini të jem serioz. A mund mendojmë apo? Kur... Po ja futa kot. Dije mu ta them. Jemi dhe s'jemi, asgjë nuk kemi. O, sa ftohtë është. Okej, këtu jam drejt. Sa jeton një piranj? Sa të kryej emisionin e tij. 5 vite. 7 vjet. Nuk ngordh kur, edhe po ngordhi do lër gjurmë pas. Do shta një dekat? 10 vite, 15 vite, 7-8. Nëse ushqehet një piranj? Me ato kokrat që e hedhun te akvariumi. Me peshë të tjerë. Bret kocka. Krimta, Me insekte ndoshta? me peshë të tjerë. Qa të gjej. Në cilat zona të globit jetojnë piranjat? Prit pyes ChatGPT-n. Oqean. Amerikë. Në Brazil, duket një lum aty. Në Amerikë një gore. Kneta, liçene, lumenj. Kudo? Amerikë, Latine. Se ne quhemi piranjat? Ta ashtu si piranjat e vërteta kafshojmë. Rruga se si zgjedh një piranj ta kryej misionin e tij na bën ne të quhemi piranja. Sepse ne kafshojmë. Piranjat janë peshë që sulmojnë në grup, sepse kafshojmë, sepse dim të kafshojmë. Me një fjalit vetme, çfarë fëmije ke qenë? Rebel. Këmbgulës. Trazavaç, harakat që s'linde 2 gur bashkë. Mistrece. E shkacët. Mami im thot nëse do kisha 10 fëmijë të tjerë si ty do isha nëna më e lumtur në botë. Një fëmijë shumë i mbar. Tritol. Ke bullizuar? Kur? Pak. Pa e ditur që është bullizim, të njëjtën që na bëni dhe neve. Jo. Kam qenë shumë e dashur. Jo. Asnjëherë. Të kam bullizuar? Me sa mbaj mend jo? Jo. Shpesh herë. Po fëmijë me njëri tjetrin. Pak. Patjetër që po. Jo. Ke luajtur me makina dhe me armë? Sa të dush. Po. Jo. Vazhdoj të luaj me makina dhe me armë. Kam qenë gjithmonë majt famous. Jo shumë. Ke luajtur me kukulla? Jo. Jo. Sa katra ke marrë në shkollë? Nuk mbaj mend të kem marr 4. Kam qenë zënse e mirë. Vetëm një histori që ne i vuri gjithë klasës. Disa Sigurt jam që në matematike kom marrë. Ndoshta 3-4 herë. Një e mbaj mend sot e kësaj dite e kam marrë në teknologji informacionin vit ditë gjimnaz. Pafund. Cile ishte lënda që urreje? Matematika. Teknologjia e informacionit, fizika, matematika. kimi. Fizikën. Matematika. Cile ishte zysha që urreje? Apo kjo e kësaj lëndës? Ka lidhje me lëndën. Kjo historisë. Se më rraf ke profesori pas një arsye. Kjo e kimis, se ma kanë nxjerr. Po s'mund të them, s'flas dot. Zysha e fizikës. Cila është prapësia që mban mend të kesh bërë në shkollë? Kaloja murin, telat, edhe njoftohesh prindi gjithmonë. Kam hedhur çantën nga kati i tretë për të mos më parë që po ikem nga shkolla. Kom bërë shumë. Kam dimundjen të klasës të vëm kapsol të tabela e zezë. Kam qenë gjithmonë studente shumë e rregullt. Mos vi një kod domethënë për të dukur interesante këtu. Një brav deri do e kem thyer. Po në shtëpi? Në një moment me nerva shkatrova gjithë shtëpinë. Rria vllajin, kur mante çokoladat. U bënim në shtëpi kishin frikë. Një thyrje tazi. Atletët i kom xhiros me speca të kuq. Ty janë një gjë kështu bambum. Të pyesi mamin. Kam futur në sherr motrën me vllajin. E kujton djalin e parë që ke pëlqyer? Si jo? Jo. Nuk më kujtojnë. E përshëndet shumë. Po. E kujton vajzën e parë që ke pëlqyer? Jo. Po. Është i njëjti që ke puthur për herë të parë? Po, patjetër. Jo. E kam pusë dhe ato për herë të parë. Jo. Cili është statusi aktual sentimental? E martuar. Në kërkim dashurisë. Në një lidhje me piranjat. Në proces seleksionimi. Çfarë vlerëson tek vetja? Sinqeritetin dhe vendosshmërinë. Guxime.
Karakterin. Emrin tim. Durimin, karakterin e fortë mendoj, që bëj shumë për njerëzit, ndjeshmërinë. Çfarë urren tek vetja? Nervat. Ndonjëherë jam më ndjeshme se ç'duhet. E urrej vonesën. Ndjeshmërinë, e kritikoj veten më shumë se ç'duhet. Që jam shumë emocional. Që fal shumë shpejt dhe bëj prap shumë për njerëzit dhe nuk marr asgjë në këmbim. Çfarë është televizioni për ty? Janë të reprekshme. Një mjet për të zgjidhur gjëra. Është bërë pjesë e jetës time. Një drejtare shumë e mirë për të komunikuar me njerëz. Që ti të shfaqesh veten tënde, por edhe me aftësitë që ke të ndihmosh të tjerët. Ëndra e fëmirisë. Gjithçka. Diçka që më ushqen shpirtin. Me një fjali të vetme, çfarë nuk shkon me emisione televizive në Shqipëri? Show, klikime. I jepet shumë rëndësi banalitetit të dhumit global. Tani të rëndisim, mbarojmë nesër. Mos informimi, mos edukimi. Ftojnë në studio persona që nuk duhen ftuar. Ekziston ajo shpreha e gjella që do populli. Po krijohen shumë emisione të cilat janë degraduese dhe mbi gjitha krijohen vetëm për klikime. A paguhesh për punën që bën? Po, paguhen. Po. Unë shpërblena shumë mirë për mundin që e bëj. Po. Çfarë bën me rrogën? Një pjesë e kursej, një pjesë ndihmoj familjen time, çfarë më ngelet për veten time. Postoj, hiking, Rrogën e çojmë në shtëpi olla. rroba. Jam të i kursy, mja ble mamit një banes. Çdo gjë që s'duhet të bëj. E shpenzoj për nevojat e mia personale. Sa lekë të mungojnë për të patur një muaj të qetë financiarisht? Tashi. Ndoshta s'do mjaftonin asnjëherë. Çka do që vjet ekstra është e mirë se ardha. Shumë. 3.000 euro. Më dalin boll. Nuk numërohen. Sa? Ç'të duhet ty se sa? I blive dhuratat për festat? Ende jo. Disa po, disa jam në kërkim. Akoma. Unë jam person që blej shumë dhurata, po çuditërisht nuk marr shumë dhurata. I kam bërë më duket vetëm besës deri më tani dhe as kujt tjetër. Disa po, disa jo. Presim të marrim rrogën. Çfarë bën kur nuk je piranj? Marr malet. Jam një demantuese. Jetën time normale dhe pasionet e mia. Dali ke shtëpi fle gjumë. Dhe e shijoj çdo moment me mënyrën time. Lexoj se shkruaj. Dali dhe fle gjumë. Pastroj shtëpinë, një ditë pushim. Kur ke thënë për herë të parë që do të bëhem gazetar? Kur kom qenë fëmijë, Në klasën e parë në festën e abetares në 2017. Kur kuptova se nuk mund të bëhem polic. Kur kam nisur të studioj për gazetari. Kam thënë do bëhem, shpresoj të bëhem edhe u bëra. 9 vjeç dhe shikoja lajmet, mbaja mend çfarë thoshte speakeri dhe unë i përsërisja. Kur ke thënë për herë të parë që do bëhem piranj? Kur kam ardhur këtu. kur ka ndodh një rast i dhunimit 11 vjeçares në Prishtinë e Kosovë, Kur më ftuat ju. Para një viti e gjys dhe me një shtysë shumë të rëndësishme. Mama ishte fanse e jashtëzakonshme e piranjeve. Kur ishim zyrë bashkë edhe më the po mund të fillosh punë që nesër. Ditën që zoti autor mori në telefon. Kur pash që emisioni Piranjat ishte vërtet zëri i shqiptarëve. Kur do ikësh nga këtu? Nuk e kam ndërmend. ama jo, s'du e paramenduj se du me ik. Kur të plakëm. Kur të më ishni ju? Nuk e kam në plan për një kohë të gjatë. Kur të më bien dhëmbët. Pse? Ju lodha? Ju zura derën? Me dëshirë asnjëherë. Kur do të hysh në Big Brother? Kur mos tjetë Arber Hajdari opinionist. Asnjëherë, se në Big Brother duhet të bësh ca kompromise që unë si bëj dot. Kur mos thuaj kur. Asnjëherë. Një gjë që e kam të shenjtë është privatësia dhe është gjëja e fundit që do mendoja të shkoja atje. Shumë larg. Kur të mërzitem me gjërat e bukura dhe të vërteta që janë këtu jashtë. Shpresoj mos ta përdorni këtë video në një moment të dytë. Kaq ishin. Doja me thënë një gjë tjetër. Vetëm ato mos ma bëni. Vetëm disa ditë pas vdekjes së 15 vjeçare nga Durrësi, që u godit me thik në derën e shkollës nga moshatari i tij, një tjetër sherr masiv mes të miturve ndodhi në qytetin e Shkodrës dhe tronditi vendin. Dhe vetëm disa ditë më pas, po e njëjta gjë ndodhi edhe në Saran. 3 qytete të ndryshme, e njëjta pamje. Konflikte që nisin në rrjetet sociale, përshkallëzohen në rrugë dhe shpërthejnë pikërisht aty ku fëmijët duhet jenë më të mbrojtur, te pragu i shkollës. Në këto 3 raste dhe shumë të tjera, provojnë që dhuna nuk është diçka izoluar, sporadike, por është pjesë e përditshmërisë. Është një gjuhë e dytë që fatkeqësisht fëmijët tanë komunikojnë midis tyre. Madje më keq se kaq, dhuna po zëvendëson gjuhën tonë amtare. Ajo po bëhet gjuha e vetme që flet rinia. Por a ka një shërim për këtë fenomen? Apo jemi tepër vonë? Ndjekim piranjën ton Avi Mema. Brenda një viti janë vrarë 4 fëmijë.
plagosur disa të tjerë. Është bilanc lufte këtu. 17 vjeçar që kapen duke ndihmuar kriminal, 18 vjeçar që kapen me armë në makinë. Çfarë po ndodh me fëmijët tanë? Cili është shkaku i kësaj dhune të paprecedent, e cila sa vjen dhe shtohet? Për fëmijët dhe adoleshentët, shkolla supozohet të jetë vendi më i sigurt pas shtëpisë. Ata kalojnë aty pjesën më të madhe të ditës, edukohen dhe socializohen, por sot për shumë nxënës në Shqipëri, këto mure janë kthyer në skenë afrike, nga bullizmi psikologjik te goditjet fizike, nga videot poshtëruese në rrjetet sociale dhe deri te përdorimi i armëve të ftohta. Sherre që nisin në oborrin e shkollës dhe vazhdojnë jashtë portës duke përfunduar në plagosje, e fatkeqësisht edhe në humbje jete. Vetëm gjatë vitit 2024 në shkollat shqiptare janë raportuar qindra raste konfliktesh mes nxënësve, ku 10 prej tyre kanë përfunduar me dëmtime fizike. Statistikat flasin për një situatë thuajse jashtë kontrollit. Mbi 20 raste plagosje të qëllimshme nga të mitur janë regjistruar vetëm në 2 vitet e fundit. Ndërkohë bilanci u bë tragjik kur një 14 vjeçar humbi jetën nga dora e një bashkëmoshatari pranë shkollës Fanoli në mes të kryeqytetit. Në harkun kohor të një viti, historia u përsërit. Në fund të nëntorit, një tjetër i mitur u qëllua me thik, duke gjetur vdekjen pak ditë më vonë. Ngjarje që dikur i quanim të izoluara, sot po përsëriten me një frekuencë shqetësuese, ndërkohë që institucionet, shkolla dhe ligji po mbërrin gjithmonë pas tragjedisë. E ndërsa prindërit i përcjellin fëmijët çdo mëngjes në shkollë, një pyetje mbetet pezull. A janë sot shkollat shqiptare vërtet të sigurta? Gjithmonë është thënë që shkollat janë shumë sigurta. Ne kemi parë që nuk kanë qenë sigurta. Perimetri i shkollës nuk është muri rrethues, por është perimetri i jashtëm. Ku është perimetri i sigurisë? Se të gjithë po vriten brenda se afër territorit të shkollës, apo po plagosen në rrënd me thika. Ku është siguria kur ne shohim fëmijët në shkollë dhe ata nuk kanë as çanta, as mjete, as gjë, po kanë vetëm thika. Kur filluan disa operacione policie që u quajtën Tempulli, pam që përreth shkollës kishte shumë zullumqtar, njerëz të cilët merreshin me trafikimin e lëndëve narkotike, përfshirën edhe fëmijët, e kjo tregoi edhe një herë që nuk ka siguri. Kush ta siguron ne që brenda në shkolla mund të mos futin nesër edhe mjete shpërthyese? Pra ne nuk kemi asnjë siguri, sepse policimi në komunitet ka marrë fund, se roli i policisë për parandalim ka marrë fund. Funksioni edukues i shkollës është zbehur dhe kjo jo nga mungesa e strukturave, por nga mosfunksionimi i çdo hallke që duhet ta mbajë atë në këmbë. Për shumë prindër, ajo është kthyer thjesht në një vend ku çdo ditë duhet të dorëzosh fëmijët. Një hapësirë ku çohen në mëngjes dhe merren pasdite, pa ditur as pak se çfarë ndodh brenda. Ai është një institucion parkimi që ne dërgojmë fëmijët, i çojmë atje, po të ishte mundur i lënin dhe deri të shtunën, por institucioni edukimi shkolla e ka humbur. E ka humbur për shkak të mosfunksionimit të gjitha hallkave të saj, që na roli që duhet të ruaj oficeri i sigurisë, edhe roja, pse jo, edhe këshilli i disiplinës, edhe këshilli i etikës, përfshi këtu pastaj edhe koordinatorët e cilësisë e karrierës, përfshi pastaj edhe punonjësit social. Pra, në tërësi shkolla e ka humbur funksionin edhe për shkak se institucionet tona nuk bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Por kush janë shkaqet që e kanë çuar shoqërinë tonë drejt shtimit të dhunës? Për të kuptuar pse këto raste po përsëriten, nuk na mjafton të ndalemi vetëm te pasojat. Por na duhet të shohim se çfarë po dështon vërtet, përpara se ngjarje të tilla të ndodhin. Ne hartojmë një sër rregullash, duhet të paracaktohen edhe ndëshkimet ose pasojat kur ti vendos këto rregulla. Çfarë ndodh me fëmijën, me nxënësin, nëse ai merr celularin, nëse ai e mban gjatë gjykos, nëse ai sërish e shkel rregullin? Çfarë ndodh me nxënësin kur ai sillet në mënyrë të papërshtatshme, përdor fjalor specifik, cilën rregullore ne kemi të parashikuar që ky fëmijë do marrë këtë ndëshkim, këtë pasojë. Mësuesi ne e bën shkresaxhi, mësuesi nuk është oficer policie, është edukatori i tyre. A mund të bëjmë më shumë? Sigurisht që mund të bëjmë më shumë, po ju jap vetëm një shifër të Pizës që është tragjike. Drejtorët e shkollave pranoni se vetëm 50% e prindërve shkojnë dhe interesohen për fëmijët e tyre. Thon fëmia im s'ka probleme, po ka shkolla. Shkolla nga ana tjetër thotë nuk kemi probleme ne, po ka familja. Dhe në fakt familja ka probleme shumë të mëdha. Familja dhe shkolla janë dy drejza paralele që ecin në pafundësi, po nuk takohen asnjëherë. Dhe ky është problemi. Këto fakte të renditura nga ekspertët na dëshmojnë disa nga arsyet se përse situata të ndryshme në shkollë degradojnë në dhunë mes të miturve. Vërtet mungesa e disiplinës në shkollë vjen si rezultat i mungesës së autoritetit nga ana e shkollës. Por duke mos lënë mënjan edhe institucionin më të rëndësishëm në një shoqëri, atë të familjes. Prindërit janë bërë fëmijë, fëmijët janë bërë prindër, kanë marrë këtë rol dhe prindi ka frikë të reagojë, ka frikë nga nxitjet e fëmijës të cilat mund të jenë të pamenaxhueshme dhe i
shikon që prindi nuk është prind, mësuesi sigurisht është një autoritet që ai nuk e ka parë dhe shkel me këmbë, ai nuk e respekton. Rrjetet sociale është një aspekt. Kemi imazhe dhune qoftë edhe në rrugë kur është kaos me trafik, kur transmetohen shpeshherë kronika në çfarëdo lloj edicionesh informative, kur fëmijët luajnë një video lojë, kur fëmijët shohin filma të ndryshme. Pra dhuna është sadopak prezente. Pra celulari ju bëhet zgjatimi i tyre, ju bëhet kaq e nevojshme, ju bëhet pjesë e trupit, sa e kërkojnë në çdo moment që ata janë anksioz, në momentin që kanë kohën e lirë. Një nga problemet më shqetësuese nuk është vetëm dhuna vet, por mënyra se si shoqëria po mësohet me të. Raste që dikur do të shkaktonin reagim të fortë publik, sot po kalojnë si lajme të radhës, duke u kthyer në një normalitet. Ne heshtim dhe në familje kur kemi një konflikt. Fëmia e sheh babain me nënën që kanë një konflikt, nuk e zgjidhin, vetëm sulmojnë, bajnë qetësi dhe shikojnë që kjo heshtje ndoshta ka ndihmoka. Siç mund të heshti prindi kur e shikon që fëmia e vet, po ç'don, fëmia e vet ka probleme në sjellje. Kështu e do kjo shoqëri, të jetë agresiv. Pra fillon me heshtje, e normalizojmë. Por a jemi ne të vetëdijshëm se çfarë sjell mos reagimi dhe normalizimi i këtyre situatave? Jemi kthyer në shifra. Fëmijë që janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe dolën lista e frikshme. Fëmijët tanë po kthehen në lista, po kthehen në numra. Secile prej atyre rreshtave, një fëmijë 15 vjeçar u plagos nga bashkëmoshatari, fshihet mbrapa gjithë shoqëria jon. Fshihet mbrapa një shoqëri që tashmë u mësua, është thjesht adoleshent i radhës. Të nesme do dalin statistika të tjera, këto janë pasojat. Ka filluar që në klasë 6 dhe në klasë 5 që pinë cigare elektronike dhe askush nuk e ka mbajtur dorën askujt që t'i thotë 1 minutë, stop, çfarë bëni juve? Dhe po ja shesi fëmijëve, adoleshentëve pa asnjë droje fare dhe pa hyrë gjëm në këmbë. Vetëm pak ditë më parë, kontrolli i lartë i shtetit publikoi një raport të zgjeruar në lidhje me funksionimin e sistemit të sigurisë në shkollat publike. Auditimi i kryer në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, institucionet vartëse dhe strukturat e policisë së shtetit ngre alarmin për dhunë fizike dhe verbale dhe vën në pikpyetje efektivitetin e rolit të oficerit të sigurisë në këto institucione. Ky raport zbulon se për periudhën 2021-2024, forma më e përhapur e problematikave në shkollë ishte dhuna fizike, me 892 raste të referuara gjatë periudhës së audituar. Pas saj, renditet dhuna psikologjike dhe verbale, me 333 raste të raportuara, ndërsa bullizmi, një nga sfidat më shqetësuese për mjedisin shkollor, është evidentuar 186 herë në të njëjtën periudhë. Po ashtu, kërcënimet, shantazhet dhe përndjekjet rezultojnë me 178 raste, ndërsa përdorimi i drogës, cigareve apo alkoolit shfaqet në 133 raste. Këto që sapo dëgjuat nuk janë thjesht shifra, por një këmban alarmi e konstatuar nga institucioni më i lartë auditues në vend. Një raport i tillë për një vend të vogël si Shqipëria do të duhej të ishte një thirrje për sos, nisur nga rastet e shumta të raportuara. Por ajo që e bën më shqetësuese situatën është fakti që publikimi i këtyre raporteve jo vetëm që nuk bëhet nga institucionet përgjegjëse për sigurinë e fëmijëve, por madje shpeshherë janë këto që përpiqen të fshehin rastet. Drejtoria e shkollës, vetë. E mbyllëm ne ata të premte. Të ënë ata u therrën. Çfarë mbyllëm? Ti mbyllim se na dëgjojnë komshit, mos e marrin vesh bota. Kontrolli i lartë i shtetit flet për cedimin e punonjësit sigurisë, i cili nuk koordinohet me drejtorin e shkollës, sepse drejtorët e shkollave nuk kanë interes që shkollat e tyre të dalin keq, duke raportuar probleme, duke raportuar ngjarje. Një drejtor, nëse ekspozohet shumë, thot për shkolla jota që ka më shumë probleme. Nëse s'ke probleme, tregon që nuk punon. Ke rastin e Kamzës, i futën brenda të gjithë nxënësit, u morën celular dhe ta mos komunikoni me media. Por këtu duhet të ishte ngritur në alarm shteti. A dini që e shkolla që u vra Martini ka më pak ngjarje të raportuara? Shehja e këtyre historive sjell pasoja të rënda siç kemi pasur pasojat e fundit të rastit Durrësit. Duhet të jemi një shoqëri më e hapur, e bën më të shëndetshëm edhe shkollën, po edhe atë ambient, ata fëmijë që duam të rrisim. Një tjetër gjetje e rëndësishme e raportit konstaton se oficerët e sigurisë shpesh punojnë pa kushtet minimale të dokumentimit dhe se kontrollit fizike dhe kontrolli i mjediseve nuk realizohen, megjithse parashikohen në udhëzime. Në mungesë të këtyre standardeve, rreziku që incidentet të mos referohen ose që të trajtohen brenda shkollës në mënyrë të pasaktë e jo profesionale mbetet real, duke sjell pasoja të drejtpërdrejta për sigurinë e nxënësve. Një pjesë e tyre shkon me kaçavita, sepse që kur del nga shtëpia mendon që mund të ketë dhe të prodhojë një konflikt, edhe e quhen si mjet mbrojtës. Sa ka pasur sherrë apo konflikte qoftë dhe momentale, kanë qenë të armatosur me armë të ftohta. Rasti i fundit që u transmetoi i frikshëm, kur grupet
ndeshen me njëri tjetrin. Por këto grupet nuk se kanë munguar. Futja e oficerit të sigurisë në shkolla ka një efekt. Sigurisht që jo kudo janë, ndoshta kjo duhet përmirësohet. Ai ja përcjell të gjithë këtë problematikë zëvas, ja përcjell punojësve të policisë dhe pastaj fillon nëse kjo mund të mbyllet brenda shkollës apo ka nevojë të shikohet edhe në organizma të tjerë. Nuk mund të hyj polici në shkollë dhe nuk mund ta mbaj polici shkollën, por polici mund të bëjë patrullimet përreth shkollës për mjetet që ndalojnë çfarë ndodh në aktivitetin përreth kësaj shkolle. Fakte kanë treguar që ne jo vetëm nuk po mbyllim dot konfliktet brenda shkollës, po konfliktet fillojnë në shkollë, agravohen dhe dalin pastaj në rrugë dhe shpërthejnë në mënyrë të dhunshme. Në çdo rast dhune pra një shkolle, reagimi i parë që pritet është ai i policisë. Minutat e para janë vendimtare për të ndalur përshkallëzimin e konfliktit dhe për të parandaluar pasojat fatale, por në rastet e viteve të fundit në Shqipëri, një element përsëritet vazhdimisht. Dhuna jo vetëm që nuk ndalet në momentin kur nis, por ndërhyrja ose vonon ose mungon plotësisht. Dhe pikërisht ky boshllëk me sinjalit të parë dhe reagimit institucional është ajo që sipas ekspertëve e lejon dhunën të shpërthejë. Një komisar i mirë duhet të di kush janë zonat e nxehta në qytet, që të kontrollojë gjithë territorin. Shkollat, qerdhet, kopshtet kanë probleme me sigurinë. Përsitë objekte me një rëndësi të veçantë, të cilët janë banga, shkolla, patjetër që planifikon patrulla këmbësore, automjete që lëvizin, shërbimet e policisë kriminale, të cilët shkojnë deportojnë, marrin informacione, mund shkosh për 5 minuta, mund shkosh për 3 minuta, mund shkosh edhe mas një ore. Kryesisht reagimi i institucioneve është pasi ka ndodhur ngjarja, nuk ka ndërhyrje të mëhershme. Institucionet e tjera të trajtimit të fëmijëve me psikolog, me punonjës social, cedojnë në punën e tyre. Forca reaguese ka problematika. Nuk kanë arritur dot të adresojnë konfliktin kur ka ndodhur dhe më pas kanë ardhur pasoja më të rënda. Pas ngjarjeve të rënda me protagonistë të miturit në shkolla, shpesh herë institucionet bëjnë ping-pong me rastet duke mos ekspozuar përgjegjesit e vërtet. Nuk mund të përshtohet kur policisë, se presupozon që e kontrollon territorin. Këtu nuk ka asnjë bashkëpunim institucional dhe jemi futur në një rreth vicioz ku të gjithë shikojnë njëri tjetrin për ta bërë përgjegjës dhe asnjëri nuk mban përgjegjësitë e veta. Ne kemi buxhetin më të ulët të gjitha viteve në arsim, 2.3%. Dhe atë 2.3% që kemi ne i vjedhin 2% dhe njëri 0.3%. Sepse ministri po e udhëheqin njerëz që nuk kanë lidhje fare me arsimin. Pasojat janë nga më të rënda. Kur dhuna mes të miturve përfundon në pasoja të rënda, nuk kemi të bëjmë vetëm me një dështim social apo arsimor, por edhe me një problem ligjor. Në shumë raste ndërhyrja ligjore vjen vetëm pasi ndodh tragjedia, ndërsa mekanizmat parandalues, monitorimi i të miturve problematik dhe përgjegjësia institucionale mbeten të paqarta. Problematika më e madhe mendoj me legjislacionin shqiptar qëndron në faktin e implementimit mbrapa te pjesa e rehabilitimit. A ka mundësi shteti shqiptar ta kthejë një fëmijë në jetën normale, pra mbasi ai ka kryer një vepër penale? Ktu ka defekte dhe ktu ka probleme dhe mos koordinim të disa institucione, duke filluar nga IEVP-t, duke vazhduar me prokuroritë dhe duke vazhduar edhe me qendrat sociale apo me ato organe të cilat ministria të koordinojnë me agjencitë përkatëse për të trajtuar këta fëmijë në të ardhmen. Por nisur nga mosha e subjektit të veprës penale, legjislacioni shqiptar shfaq natyrë letësuese ndaj autorëve të këtyre veprave penale. Ligji penal shqiptar i favorizon këta të mitur, duke parë dhe nga rastet e fundit që ka trajtuar gjykata, ka dhënë disa dënime të pranueshme për të miturit, pavarësisht se je i mitur, ligji vepron, por vepron në një formë pak më të butë, por gjithmonë do ketë efekte mbi ty. Mungesa e monitorimit të miturve nga institucionet përkatëse nuk ka sjell vetëm konflikte mes tyre, por edhe përfshirjen me qëllim në ngjarje kriminale. Ku në shumë raste të miturit shqiptar përfundojnë viktima të përdorimit nga trafikantë të ndryshëm. Është rritur statistika e krimeve të fëmijëve të cilët përdoren nga të rritur për të kryer vepra penale. Siguria nuk mund të mbetet vetëm në dokumente dhe rregullore formale. Ajo kërkon bashkërendim mes institucioneve, monitorim të vazhdueshëm, trajnim të stafit arsimor dhe mekanizma ligjor që reagojnë në kohë. Në një situatë të tillë shqetësuese, ekspertët ndalen në një pikë thelbësore. Ndryshime ligjore më të qarta, kontrolle më të shpeshta dhe më efektive në shkolla, si dhe një sistem që funksionon përpara se dhuna të shpërthejë. Filtri i hyrjes personave pa njohur do të jetë një filtr i monitoruar, është shumë e rëndësishme. Ku po shkon, pse po shkon, kontrolli fizik patjetër. Nuk mundet që ne të cedojmë te shkollat për çështjen e sigurisë. Po ceduam te shkollat për çështjen e sigurisë, kemi ceduar në çdo hallk të shoqërisë, në çdo
institucion tjetër, në çdo vend tjetër ku jemi. Pra nuk ka siguri për askënd, po nuk ka siguri të miturit. Fëmijët kanë nevojë t'ju rikujtohet që ata duhet të jenë falënderues, që ata duhet të jenë mirënjohës dhe që duhet të jenë bashkëpunues me njëri tjetrin. Që na Ministria e Brendshme, Bashkia, Ministria e Arsimit, Këshilli Kombëtar i Arsimit pra universitar, e tjerë, duhet të ulen që të gjejnë një strategji afatgjatë. Për ndryshe, ne do të mblidhemi përsëri për kronikën e radhës. Lista e sinjalizimeve dhe denoncimeve në redaksin ton sa vjen edhe shtohet, por ne nuk i ndjekim dot fatkeqësisht të gjitha sepse investigimet duan kohë dhe duan njerëz. Për ta mbajtur gazetarin tonë në këmbë, ne nuk marrim para dhe asnjë lloj donacioni as nga pushteti dhe as nga bizneset. Çdo media serioze në shërbim të interesit publik në botë mbahet me donacionet e publikut. Prandaj dhe ne kemi hapur disa numra llogarie ku ju mund të dhuroni në mënyrë publike ose dhe anonime për të na mbështetur në punën tonë. Ne do të vazhdojmë të punojmë për ju, por me ndihmën tuaj bëhemi gjithmonë e më të fortë. Për gjithë ata që duan të mbështesin Piranjat, mënyrën si ta bëni e gjeni në rrjetet tona sociale. Faleminderit që na keni mbështetur deri tani dhe vazhdoni ta bëni. Faleminderit. Tani do shkojmë në qytetin e 1 mbi 1 dritareve, në Berat, por do merrem me gjë tjetër, për një lloj historie, dojna, që i ka shkuar kredia një djali 1 mbi 1 kamat. Jo, dhe Flor ka diçka që krimi i vetëm që bëri ky djalë ishte të tregoj më zemërgjër se ç'duhej, të jepte një kredi për të fejuarën e kushuririt. Ku i gjen ta çona sot, më? S'kam. Nuk kam. Ose si quhet në zhargonin financiar kjo lloj kredie, ta dash se unë do e paguaj prap. Por duke qenë se fejesat sot ashtu siç bëhen, ashtu edhe zhbëhen. Tu duk çuditshëm theksi që i dash? Jo. Behen? Jo, afrove. Ande nga huera vajkurore. Ishe fejuar e kushuririt? U zhduk. Jo. Falën asnjë lloj gjurme. Jo. Të kanë kontaktuar deri në Bora Bora e nuk e kanë gjetur. Jo. Nuk e di. Se mirë të solli. Më solli një mirë shumë e mirë. Jepi të lutem. Desha i kredi për burrën e tesës. Po çka ka bërë ai që të Ose mos shkoj kaq larg. A ka mundësi me folçik me këtë nohun, se doja një kredi për dajën e dhondrit ti shoku tim që martohet në gusht. Ashtu, ë? Ere nohue. Nohu. E para një herë mund ke qeni pa fat me kredin ky. Jo. Por është me fat që i ka rënë për pjesë Piranja jo Luela Gaxhare nokue. Qa bërja jo? Ajo qa s'ka bërë, ti ke Ore, bërë. kur mbaroni me ti këtë? qa bërë? Kus beja, Qo bef si blem, Ka pure ke bërë, Si u bekshë, Ka marrë një kredi në emrin tim dhe këta kredin i kam bërë nder Eliona. Kredi në emër të dikuj tjetër, diçka që nuk do të shpesh kur merren parasysh pasojat në rast mos shlyerje. Por në këtë rast, Amarildo, një 26 vjeçar nga Berati, pranoi të ndihmonte një bashkëmoshataren e tij, e cila Ka qenë një lidhje me një të njohurin tim. Një marrëdhënie misie, e cila supozohet të qëndronte e fortë edhe pasi raporti sentimental i vajzës me të njohurin e Amarildos të përfundonte. Dhe në fakt kështu duhet të ndodhte, sepse Pasi shkëputi marrëdhënien me kushuririn tim, merr mamin tim në telefon edhe hapa unë telefonin. Më tha, me ty doja të flisja, më tha. Thashën që po, më thuaj, thashën çfarë ke, çfarë problemi ke, thashën. Tha, më vjen do të te agjencia, tha, që të takojmë, tha, në afër që të flasim. Më thotë do më bësh ndjerë se jam rrugëve. Më thashën me banka, thashën mos më ngatroj, thashën se kam babajnë tim, thashën duke vdekur dhe s'ma marrë 200.000 lekë për babajnë tim. pavarësisht se në nisje të bisedës, i riu tregohet i prerë, pas pak minutash ai binte dhe vendos të bëjë diçka që jo çdo kush do ta bënte. Të marrë një kredi për llogaritë të vajzës, por në emrin e tij. Si u bindi ti kaq shpejt për ta ndihmuar? Sepse më erdhi keq. Në çfarë viti e ke marrë? Vjet, si të muaj. Vjet në mars. Sa lekë morë? 500. Të vjetër. Po, 500 vjetër. Duket një shifër vërtet e vogël, nëse nuk parashikohet se kompanitë e mini kredive në rast mos shlyerje kanë vërtet interesa të papërballueshme për ata që mezishtyn muajnë me një rrogë modeste. Ja dhash lekët edhe më tha, do të le një kafe. Jo, nuk dua, i thash. Leon na merr, thash, me që punë bank të nder.
po të lejnë kafe. Më dha 100.000 lekë. Në fakt kjo kafe 100.000 lekëshe ishte thjesht një karem për ta përfshirë të riu në shlyerjen e kësteve të kredisë. Çdo muaj, më thënë kjo penti në një shtyrje, do marrë një shtëpi me qira që të jetoj me çuni, sepse kam dikë jashtë që më dërgon lekë në 800 1.000 euro, edhe mos ke problem se do të paguajnë të gjithë. Në nisje, Eliona dukej mjaft të qetë dhe vazhdonte të mbante me shpresë 26 vjeçarin, duke i premtuar se do t'i paguante këstet bashkë me vonesat e krijuara me bankën. Por në realitet, I njëjti vajtin derisa vajti shumat prej 3,5 milion. ti e pesh ajo se pagoj. Isha në siklet, sepse nuk do të vijë familjen, të mirë të vesh familja ime. Ndërsa këstet nuk shlyeshin dhe ankthja Marildos, bashkë me borxhin në bank rritej, Eliona nis të shfaq shenjat e para që nuk kishte në mend të paguante asnjë kokër leku. Mos e kam harruar edhe ti, se dhe unë kam rritën për banka, në për budalliqe, e kam harruar. Ja të pushoj shiu pastaj dhe ta mbyllu te Westeri këtu poshtë, se këtu e kam. Por një ditë më vonë, sikur të mos i kishte thënë gjithë këto fjalë, rikthehet në çate me një ton më të zbutur, duke u betuar që gjithçka do të zgjidhej. Pasi nesërmja dhe pas nesërmja kalojnë, Amarildo i rikujton borxhlies se premtimi nuk po mbahet. Por Eliona nuk duron as pak që dikush t'i kërkoj lekën mbrapsht. Kjo gjë duket se vërtet të zemëron. Kur të kem do t'i jap po të them. Dhe unë po të flas si njëri që nuk kam. Erdha këtu para kohë sepse më zuri rrota bishtin atje ku isha pa lek në Shqipëri. Dhe puna këtu fillon në fund të prillit. Dhe po të them që do ta paguaj. Nuk po të them që kam edhe nuk dua t'jap. Ka gjë nuk kupton, ti po ke shko pagoje, se unë do t'i kthej ty nesër. Dhe më tregon më ajo familjen e kam stresuar jo kështu. Njëri lagu në gryk nuk ta vuri. Bisedova, ishte dakord e more. Kaq, ke marrë dhe për vete? Po të flasë njëri, mua telefoni qiter më mi bjerë, se jam në punë, jam me fëmijë, jam me burr, jam me familje. Dhe Amarildo ju bind këtij urdhri. Por sa më vajza e telefonoi, ai u tregua edhe një herë i gatshëm, sepse Elionës i duhej një tjetër 500-çe. Po vlla, po të më bëjnë der të bëj dhe unë der të ai qafe, e kupton? Ti s'do, po rri pra, i bën tjetri, 300.000 lekë e jep tjetri një kafe, se s'ta bën njëri, edhe pse s'është asnjë gjë një garant, një firmë eth dhe ikën, se s'ke lidhje ti. Kryesori i punës ikën emrin Tiranë, s'ti ikën ty. A kuptove? Do ta bësh apo jo, po them edhe një herë. Madje kjo gjë ndodhi edhe në dy raste të tjera, me një total prej 2 milion lekësh të vjetra. Por a ktheu gjë Eliona? Nuk kam mundësi, do ta paguaj, s'po më dërgon ai. U ndërpre komunikimi jot me Elion? Muaj për muaj që më bente blok, gjente një justifikim që nuk kam, nga bërë blok dhe nuk kam folur më. Në këtë situatë, kur laku po shtrëngohej dhe banka bënte presion për pagesën e shumave të akumuluara muaj pas muaj, nëna 26 vjeçarit vendos të ndërhyj duke kontaktuar nënën e Elionës. I tha, i në djeni, për që më tendi që djali me kam timuar kur ajo ka qenë jashtë. Jo, tha, më gënjeu. Në fillim, nuk jam në djeni. Unë kam 2 vjetë që s'flas me çupën, më tha mamaja e saj. Nuk jam në djeni që ka marrë bankën. Tha, beqa doj çupa. Një përgjigje që nuk lë shumë vend për zgjidhje, por që sidoqoftë nuk e ngarkon me asnjë përgjegjësi nënën për veprimet e vajzës, e cila duket se është bezdisur jo pak nga kjo përfshirje e familjarëve. Prandaj ajo vendos të marrë masa të menjëhershme, duke përfshirë një person të tretë. Ajo s'ka mundësi fare për momentin të laj ato çka ke ti. Kur ti jepet mundësia do t'i laj. Ti tani nuk ke pse bën presion nga shtëpia 1, nuk ke pse bën presion asaj 2. Edhe treta nuk ke pse mbën dhe mua si fort, se as më një pas të njoh. Ku shjeti më thuaj emër bie më mua? Më tregoj më emër bie më se vi takojmë hapër të shikosh fytyrën time. Do vi unë të takojmë përballë. Sipas Amarildos, personi në fjalë i është prezantuar me emrin Samuel, nuk dihet nëse është identiteti i saktë, por nga gjua kërcënuese që përdor, kuptohet që është person shumë i afërt me Jonën. Sidoqoftë, i riu mundohet të rezistojë dhe ta bëjë telefonuesin t'i thërras arsyes, por pa rezultat. Lek nuk ka. Gjej ku të dojere, si lash unë babajnë time të vdesi, që ndihmova atë, ashtu të gjej dhe të futem boqe dhe të më laj mua banka. Mos më marri mua banka ori minutë, më marri mua 24 orë. Banka të mira, të pun ka banka. Këto biseda me tone të ngritura i lën vend sharjeve dhe kërcënimeve në çate, me qëllim për ta friksuar Amarildon në mënyrë që ta lë rehat borxhlien. E ndërsa dy të rinjt komunikonin herë me telefone, herë me çate, Eliona dukej si ishte zhdukur. Kuptohet, duke vazhduar të mos paguante asgjë nga shuma që rritej çdo muaj. Sidoqoftë,
një shpjegim për mos mirënjohje ndaj Amarildos duhet ta ketë. Si e? Mirë, si e ti? Të lutem Jona, mund ta hapësh pa kamerën? Për çfarë arsye? Unë jam Luela, jam gazetare nga emisioni Piranja. Domethënë Amarildo ka marrë kredi në emrin e vet, ato parat ti ka dhënë ty për të ndihmuar apo jo? Po, ka marrë kredi, ka marrë dhe shtesa dhe sa herë që ka marrë kredi kam dhënë edhe Amarildo. E kam paguar, do të thënë 5-6 muajt e parë, sa i kisha në Shqipëri dhe herë në fund më ka ndihmuar ai që ka marrë një shtesë 300 unghesa në hotel, shpenzova shumë dhe nuk pata mundësi. Edhe ku erdha 2 muaj para se të fillonte sezoni. Dhe tani janë në fund gati 10 ditë që kam filluar punë dhe i kam thënë në telefon para një jave që kur të paguajmë në fund të muajit do të dërgoj. Në fakt e vërteta është krejt ndryshe nga sa thot vajza, e cila as nuk skuqet fare për situatën që ka shkaktuar në një familje të varfër. Jona, unë di që ti Amarildo si ke bërë blog, nëse Amarildo si ke bërë blog. Unë kam bërë blog dhe madje ai blogun e ka dashur me kohë. Se? E ka dashur me kohë sepse kur unë kam qenë në traget, duke ardhur për Greqi, ai i kam thënë bëj një shtyre se unë s'kam ku të nis le për një 4 ditë. Dhe më ka treguar mua video intime të organi gjenital të vetit. Këto gjërat marrin një tjetër rrjet, sepse në nisje, Amarildo na kishte thënë që Eliona kishte një lidhje me kushuririn e tij, por pas ndarjes së çiftit, ai duket se i ka dërguar një video intime. A diçka të dërgoj një video? Po nise, pa të keqja, sepse do me shkrim. Ti pse i the nise? Nëse ti je një vajzë me një partner, nuk i kërkon ti nis videon. Jo këtu, nuk është se unë e dia çfarë ishte, ndaj që dërgojnë gjithmonë gjëra nga TikToku për të qeshur, humori gjëra, me ato mendi, po dërgohet ashtu. Unë di që videon e ke kërkuar ti apo jo? Ska shant, unë jam me burr. E kam 3 metra burrin, e kam biznesmen, nuk më ha mua shumë për të Amarildo. Okej, ky diskutimi i matës së burrit me metra, ndoshta nuk është pika thelbësore e një historie borxhi, prandaj le të kuptojmë arsyet e mosshlyerjes së kredisë. Nuk mendon që Amarildo ka një peshë, sepse ndihmuar ty dhe ti nuk e ke ndihmuar me këtë. Shiko, unë asnjëherë nuk jam qenë kundra, si ta them. Ta nënvlerësoj. Gjithmonë i kam thënë Geberdira, sa ti ke jashtë? Mund të jeni 100 euro për veten tënde për shtëpi? E kupton? Se kam problem. Ti sa të filloj punë sepse marr 2700, 2600 në muaj. Pra, ti merr 2700 euro në muaj, Amarildo merr asnjë rrogë minimale në Shqipëri, merr vetëm 300.000 lekë. Si mujor tani ka shkuar 300.000 lekë dhe Amarildo o do paguaj kredin tënde, ose do bëj familjen. Tani unë kam thënë të shkosh te kredin e paguaj unë. Pra, po ti se ke paguar, sa kohë ka që se ke paguar? Shkurt mars. Unë kam thënë le të vë dhe unë vlerën time do ta paguaj. 1400, 1500, 1500 diçka e tillë. Në realitet, 1400 euro është shuma fillestare, sepse pas mos shlyerjes të kësteve për muaj me radhë, tashmë bëhet fjalë për rreth 3000 euro borxh ndaj bankës. Por edhe këtu, e reja ka pretendimet e saj që lidhen me kafet që i ka dhënë të riut her pas here. Kur do ta paguaj? 1400 dhe të tjerë ta paguaj ai ato që ka marrë. Jo, tani Amarildo nga 200 nga 300. Jona, Amarildo ai ka marrë shtesat për ty. Jo, për mua i ka marrë, po i ka marrë dhe për veten që ka kërkuar dhe i kam dhënë. Sa lek ka marrë Amarildo? 3-4 herë i kam dhënë 150, njërë 90, njërë. Këto shuma që Eliona përmend janë të gjitha dhurata për kredimarsin, i cili në kushtet të mosshlyerjes së kredisë nga ajo do duhet t'i kthejë në bank, madje me interesa. Sidoqoftë, pas një bisede të gjatë që kemi bërë, vajza duket se më në fund bie dakord me ne. Në mes të majit do të filloj të paguaj këto 300 që ka tani dhe pastaj çdo muaj deri në 1/6 sa më takon mua të paguaj. Por në realitet, pasi pagoi vetëm 2 këste, vajza na telefonoi nervozuar. Atë nuk i paguaj më as një kokër leku. Jo me buka i me unë. Këtu çdo gjë kthehet pas, dhe në këtë kushte, Amarildo vendos të ndërmarr hapa ligjor. Ajo ka paguar vetëm 2 muaj kestën dhe thotë që nuk do paguaj më sepse nuk kam, paguaj ti. Kështu që vendos që të bëj denoncim. Pasi merr vesh se çfarë po ndodh, vajza nxiton të na telefonoj duke kërkuar edhe një herë të negocioj. Kuptohet nga frika e kallëzimit të Amarildos. Të vejta të rrheqte, unë nuk dua un policira. Pse po të them që çaj kam me gjithë vonesa doja jap. Unë kur të kthehem në Shqipëri, do t'i mbyll një 500. Tani nuk na mbetet tjetër, veç se të presim ardhjen e saj dhe shlyerjen e detyrimit.
s'keq fare. Si ishte çiftelia? Sa burr. Nuk le njëri mira kitarës valla, nuk të le një. Çuna kam një super Po ti tem bën tani. qylit po? I bi. Ore kam një super tem. Është më mirë se qyli. Jepi. Do flasim për dhëmbët. Prap me dhomët, jo valla. Prap me këtë dentiste gendën e çka ka po këtë herë. Se vetëm me dal mal me ujë dhomte, ujë vedharive ka ngel. Jo, për momentin e kemi lënë pushim. Sepse dhe zonja Genta tani janë festa, duhet të tregojmë pak mirë kuptueshëm. Po ta hani co baklavare hata jo të paktën. Jo, pa kujdes me baklava se bën karjes. Tani do flasim për një nga e di është të rejë. Qa ke mo gjoko? Bo dom apo të bo mirë? Të krim dhëmbët. Tani do flasim për një nga trendet më kontroverse në stomatologji. Janë ato dhëmbët me prerje kështu si diamant. Elmaz quhet ajo në gjuhën e ustallarëve. Është ajo që pret xhamin. Lyma. Që pret xhamin, po. Të duket goja si pema viti 3. Madje këto dhëmbët me prerje diamanti ka bëjë dhe unaza me këto dojra. Po. Heq dhëmbë në qenit e ve aty, do më marrë. Ose heq diamantin e vën dhëmbë. I përdor dhe për ndriçim. I thua për shembull, që ka dik poçi, qeshi çik. Për këtë zgjedhje ka bërë bujë banorja e Big Brother VIP Kosova, Benita Zena, e cila deklaroi se ka shpenzuar plot 14.000 euro për të bërë këtë procedurën e dhëmbëve. 14.000 euro. Ta pas kam fut më i vajz. Me 3.500 bën lagja ime. Me 14.000 kishe bëj gjithë fisën ta. La me çau shien të vipat e sot që më shoq me pllaka mermerje, për çau duhen dhëmbët e diamantit. Ja që ti flasim ne këto dhëmbë të diamantit. Por ajo çka nuk dinte Benita është se në klinikën dentare ku kreu procedurën ishin të infiltruara piranjat tona. Ndjekim kamerën e fshet. Ore si shpëtuam dhe ne këtë vit pa një kamerë të fshet? Në dhëmball diamanti e kam unazën unë. Me të mall. Ku e ke unazën njerë? I ka me kallo. Prej më shumë se 40 ditësh, 21 vjeçarja Benita Zena po provon eksperiencën e qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova dhe këtë rrugtim e ka mbushur me debate të forta me banorët, por edhe me një romancë me Tonin, banorin tjetër të shtëpisë. Por vetëm pak persona e din që para kësaj eksperience, këngëtarja influencere u përball me një situatë delikate që kishte të bënte me dhëmbët e saj tepër të veçantë. Dhëmbët e shumë diskutuar të 21 vjeçares me prerje diamanti u kthyen në temë ditës, por gjithashtu u kritikuan, kryesisht nga profesionistët e fushës. Më shumë është një show të cilin stomatologjia asnjëherë nuk e ka dashur, sepse fundit duhet me hongër me ata dhëmbë, duhet me qesh me ata dhëmbë, duhet me shiju ata dhëmbë. Por kjo i përket të shkuarës, ndërsa situata në të cilën e vendosëm ne nëpërmjet aktorit ton që hiqet si mjek stomatolog është pak të thuhet e komplikuar. Është mëngjesi 26 qershorit 2025 dhe ndodhemi në Prishtinë, në klinikën Dr. Smile të mjekut Valton Rustemi, i cili ka realizuar ndërhyrjen e veçantë tek këngëtarja. Për ta bindur Benitën të vinë në klinik, mjeku e ka bërë të besojë që nga ndërhyrja mund t'i krijohen probleme serioze. Ndaj për këtë, ai ka angazhuar kolegun e tij, Dr. Aleksandrin, dhe të dy bashk e presin vajzën bukuroshe në studio. Me fotografi sene. Mirë, shove, dhe mirë, shkollove, pra, mirë, ullë. E di se pak zhatira për urgjencë, po. Ose faktikisht në lajnë zonë, bada një për të shooting për shqiba pak edhe era. Ma mirë se pak. E di është këtë e në qarë. Edhe pse në dukje është ende e qetë, 21 vjeçarja ka menduar gjatë se çfarë problemi do të ketë mjeku që e ka thirrur me kaq urgjencë. Kja është kolegu, Aleksandr. Si e një, si e këllë? Mirë. E shleqime? Jo? Si duke ndonë? Mirë, super. Shumë bukur. Komplimente, doktor, pas të boni punë të jashtëzakonshme. Dëse komplikime nga ka ndalë, ja s'pegon më mirë ti, okej? Po. Nëse mund është me kenë manirë edhe ti prezent. Po, vish kalzoja dëse doktor. Të dy mjekët duket sikur hezitojnë paksa për t'i thënë të vërtetën këngëtares së re.
por në fund është doktor Aleksandri që thyen akullin. Jam Aleksandr Gjoni, doktor stomatolog, kam hyrë në Bada Vatikanis, kam shërbim në kanalën klinikë madhështore në Madrid, Paris, Milano. Po atje këto nërhyrje nuk i pojnë njerëz, për shembull njerëz do si do i pojnë moderatorë të famshme, i pojnë aktorë, këngëtarë. Ti me që merresh, çfarë punë bën? Me muzikë, për momentin jam pauzë, edhe përmira me reklama. Fiks personi i duhur, doktor. Fiks personi i duhur. Edhe ti, unë herë të kenë shumë e bukur, që po shoh që bezovën ajo përja është bisturi shumë e vështirë, nuk e bëjnë doktorët ato çito, po na kanë një shprehje që thënë çdo mirë ka një të keq. Problemi është se materiali që i ka baba, ajo që është në rëndësi që ky material shërben që dhami të rritë tankohen i borë që të luftoj mikrobet vetë ju. Materiali është uranim, nuk e di ta ka treguar doktor? Në të vërtet asgjë nuk të ka treguar Benita. Uraniumi në dhëmb, as Clark Kent, Supermani i famshëm, nuk do të guxonte ta vendoste. Të paktën në 2025-ën nuk bëhet fjalë. A ka treguar për një rrezik të mundshëm? Jo. Se kjo që më tregon që është materiali mirë edhe se në është për këtë punë iku, po si rregulla do është të mund ndjeni për disa gjë. Jo, do të ardha mojnë çfarë rrezik që s'ka kuptaj. Do me thonë ti nuk din asnjë se pse po tishte. Jo, s'di çka po dash kam e ditë, faktikisht se Ndërsa Benita ka nisur të shfaq dyshimet e para, doktor Aleksandri refuzon të flas pa qenë aty prezent doktor Valtoni, përgjegjësi kryesor i kësaj ndërhyrjeje që rrezikon të shkaktojë ndonjë incident të rënd tek fytyra e bukuroshes nga Prishtina. Nuk kam asun si ti tham pa kënë doktore se duket si me kënë dorë s'ki mua të vidi. Doktor, kjo të mojtë e pakësh. Ti duhet të kishe mund djeni vajzën, po vajza thot që Shko, në që mund të gjikime të jenë me kësi. Po. Ajo së skutot, po kjo është dhe pak se hera parë, unë të thëmë botë, pak me ka ikë, do më thëmë eksperimente, është botë dhe hera parë. Kjo mund tjetë hera parë në Shqipëni dhe teknika që përdor ti për diamanti është mund tjetë të parë në botë, por përbari me uranium edhe titanium, që të kam të regu, njifet në Itali, në Francë, po një në 10 raste, ka nëllë që të ketë ajo që na e quajmë me reagimi skandalos, i dhamet agresiv. Pra nëllë që kur bjen nxehtësi të madhe, në kontakt me çajin e nxehtë, me kafen e nxehtë, ka nëllë që ka pas shpërthime të bukur. Për ta bërë më të qartë, ne po kërkojmë të bindim Benitën që bashkimi uraniumit dhe titanit provokon shpërthime të dhëmbëve, që do të shkaktonin dëmtime të pariparueshme në fytyrë. Kjo gjë në fakt nuk është as pak e vërtet, madje titani, si material i lehtë dhe shumë rezistent, përdoret në stomatologji. Pipina ka fundi çka që shtekson nuk marrë fort vesh, por shka probleme. Problemi është që duhet në shtatë më të hekret dhe më fot duke... Ose nuk jam për ajgore, vallaj dog. Duke ma mire dhe, po thash për shumë shëndetë është më rëndësishme. Në momentet kur vajza po shfaq dyshime se dikush po bën shaka me të, doktor Aleksandri vën në zbatim gjithë autoritetin e fituar nga eksperienca në perëndim. Të shifar si i kishit emrin vajzën pacientit? Benita. Benita, gëzo. Kjo që po thamë në shpërimen serioze ka nëllë në Itali një rast, se fund mjellë në Angli që një modele, një blogeri, ka nëllë që i ka shpërthy këtu, poshtë. Jemi do, nuk ka rrezik të madh, do me thonë nuk ka nëllë do me thonë me humbi jetën pacienti, po janë to që bën Këshire nuk është puna me humbi jetën pacienti apo butanas, nuk është puna të parja, son edhe 20.000 euro edhe ku me di sa japi. Edhe ndoki një mujti sa i kina bajen, me ka ndalë perfekte, tash me i largu, me i vendos prap, është dëmtimi mishit, rajës, edhe nësë për të qitsana, butania kena njësë për synim të mirë. Shëndetin mbi të gjitha, Benite dashur, pastaj mund të kalojmë tek përgjegjësitë. Si e merr këto materiale. Përgjegjësi mund të marrim edhe unë, edhe ti, mund të marrë edhe vajza, se vajza ka kërkuar vetë martën, nuk e kena bën me zot. Vajza, po ju do të më ditë çka keni vendosur, nuk është puna e gare. Duhet i kishe të udhtë. Unë kam 20 vjetë dhe mi vendos me i largu nuk është puna e gare. Sa kanë kushtuar dhënë? Doktor, 18.000 euro. Nuk më kenë fjallë gojë. Tani ka ardhur momenti që doktor Aleksandri i Madh të shpjegoj pak situatën me shpërthimet brenda gojës. Ka nëllë dhe me thonë shpërthime nga reakcioni i dhamit. Ti e din që pora u kontakt me nxehtësinë të shashver, vajza në mund të rrinë me kondicioner me veti, me frigorifer në plak.
se ka pas në zëtësi, besoj, sigurisht në gjatë ftoftë. Qëve, kazoj kontratën të një me dhe i që finë. Bëhet fjalë për këtë kontratë, sipas së cilës klinika Dr. Smile nuk mban asnjë përgjegjësi nëse pacientja vendos që t'i mbajë ato dhëmbë. Por pavarësisht kësaj, doktor Valtoni nuk duket as pak i qetë dhe kërkon të shmanget gjatë gjithë kohës. Edhe fari ike dhe duket si me kënë të spionu. Ja, po të kishe fundi. Po ashtë. Njëri do të me najtë, redok edhe... Jo, unë e rrip në punës të me rrok. Falë, që po t'irë një kështë me konfidencë, do të kështë a një shokë që një fin? Jo, pacient, do këmë. Oke. Shumë respekt, po jam të rrugë shumë respekt, definitivisht, se me ndalë jashtë për i fjallës, është diqka... Ja, dalja shqarës, gjithmonë. Jo, dok, faktikisht ka dalë se i të e pa materiali që nuk është mirë, nuk është shqarë, në duhet që të besan. Në regull nuk është më do, nuk e di, besan që më presh kredita. Në fakt, ky është qëllimi final i dy kolegëve, i prishin ditën vajzës me dhëmbët diamant. Ajo që i ka bo uranium, ti edhin që përdoret edhe për bomba bërthamore, duhet ta kishe fundi imi, doktor. Te shtë po 3 kontrata që të të takosh unë si doktor përfaqësues, e Valtoni edhe ti. Do klinika që vjen në Alba Dent, se na jena do raport, doktori është maestro, po është në stilin e vet, lidhur sot me datë 26 qershor 2025 në klinikën dentare Dr. Smile, mes pacientes Benita Zana, Zana po thamë se që zonë po duke kështë si ju drejtë, me thonë drejtë, edhe vëmë, shkelqenë po. Këtu, doktor Aleksandri ka përcyer profesionalizmin duke shpërthyer në komplimentat të panevojshme në drejtim të pacientes. Por nisur nga pesha e situatës, askush nuk vëret të tilla komplimente. Në bazë kësaj kontrate, kjo është kontrata por, Paul bin dakord që të ndërpresin marrëdhëniet pacient-mjek me zonin Benita Zena, duke i lënë në dorë të kësaj funi çdo veprim të mëtejshëm që lidhet me dhëmbët e vendosur me metodën prerje diamanti. Pra, nëse do një muaj kështu i mund kështu. Jo, shumë një kështu një muaj dhëmë, ja i në të baj kare, qka që shmi muaj dhëmë, kur është rëzik, një s'pe guptaj këtë punë. Ka morë për Italje për këtë punë. Pas ti momenti asnjë në Paul nuk ka detyrime ndaj tjetrës, po këti nuk e pranon, këtë dakord. Qysh nuk ka obligime kur nuk moj përgjithësi nëse të ndodh në incident, nuk moj përgjithësi, asun. Unë si rregull nuk duhet me pas përgjithësi. Po qysh nuk duhet me pas përgjithësi kur ju e keni bë materialin, ti mi ke vendos apo kupton? Nuk duan pra të mbajnë përgjithësi, ka gjë ende nuk e kupton? Nuk kuptoj qysh pendjeni me thonë që nuk merrni përgjithësi. Kontrata e dytë është më lehtësuese, është kjo që thashëm ty punën ndjeni por, e lidhun sot me datë 26 qershor me klientën. Në bazë kësaj kontrate, Paul të bien dakord që ndërpresin marrëdhënien pacient-mjek, duke dhënë mundësi kësaj fundit heqjen e dhëmbëve vendosur me metodën prerje diamanti, pas shuljes të gjitha dhëmbëve thotë si për përmendur, pacienti rimbursohet me 60% shumës. Kishe paguar ti 18.000 euro, 60% shumës. Kjo për shkak të inflamacionit lëvizjes së bursës, gjendjes dhëmbëve, edhe dhëmbët tashmë janë përdorur, nuk janë gjendje fillestare. I ke përdorur edhe nuk kuptohet që vjen edhe vlerë. Nisur nga fakti thotë që metoda me prerje diamanti është një inovacion i doktor Rustemit. Ndërhimin e ke bati unë ti kam sjell materialet, kam treguar si është. Këtë me prerje diamant e bën doktori se kam bënë. Por zbritja e rimbursimit nuk mbaron këtu, sepse përveç ki 60% zbritja në 20% shumë sot për inovacion të pa konsultuar me qenër, ti nuk e apo kanë pra, ky nuk është konsultuar me qenër. Ndaj me qenër, ky është inovator. Ty i zbritën edhe 20% se nuk është konsultuar me ne, me pa pyet më i kishë thonë mos ja vend. Kjo s'po kuptoj që është si një konsultu për një material që është i rrezikshëm apo kupton. Mas pari ju do është mja prezentu, jo ky me pyet, se kësë mundet me pyet. Tash lutem mos në prej, kontrata thekson. Ky është një problem mes pacientes dhe doktor Rustemit. Pra unë kam marrë me të shërbim, unë jam nënën tonë në këtë rast. Kontrata e tretë, po kjo është rrezikshme, po është zgjidhje. Në bazë të kësaj kontrate, palët bien dakord për mbytjen e rebelimit të dhëmbit agresiv, të përdoret metoda vrasjes me cianur, e cila zgjidh përfundimisht konfliktin e brendshëm brenda dhëmbit. Pra, është një metodë e vrasjes me cianur, që e bëjmë nga pjesë e pajisjes të posaçme. Po këtë ndërhyrje bën vetëm mik preciz, domethënë mund ta bëj edhe unë personalisht. Ndërhyrje në gojë me cianur, një metodë pa dëgjuar të cilën me sa duket ky mjek i çmendur e përdor tek pacientët e tij, të cilët më pas nuk dihet se ku përfundojnë. Po kjo është në dorë tonë, sepse metoda me cianur sigurisht e din në luftë dytë botërore për shembull ushtar, kur janë zonë ushtë, kanë përdorur cianur për eliminim fizik, për mos me rënë duart armikut. Në duart e kujt rrezikon të bjerë kjo bukuroshe, o doktor? Po pati kontakt me mishin e pamit, cianurit është i tmerrshëm. Po ky kontakt bën, domethënë duhet
provizioni jashtëzakonshëm, shumë i vështirë. Kjo është 1 në 10 raste, nuk ju notave, po 1 në 10 raste është shifër e tmerrshme, 10%. Në Itali kanë ndodhur raste, i kanë thonë në sytë e botit. Ju kena bën çipi, kanë bën operacion plastik mbrapa se me çej. Mirë, janë disa procese të duhet ndeshën ndalë. Jo, po është ega jo, është eliminuar jo metodë. Do në kasë këta që shkomenuana, diamanta, unë pagu për diamanta, për stymet e diamanta, trindi ma i ri, materiali ma i mirë, unë për që ata këm investu në gojën tama, për kuptanë. Jo, bëjnë zgjidhjen, unë e veç po këshyri. Jo, zgjidhje. Jo, bëjnë zgjidhja. Letër, ti spjegoj duke. Njëna është me e farë në fjarë thjeshta që me mojtë dam ti, me rëndë dakord që do mi mojtë një shtësi. Jo, Kontrata e parë iku pa sukses. Shkyje bile, asë nuk e pranoj. Me shky, jo, po e lëmi të iku. Nuk firmoset, është e shky me kur firmoset. E dyta, është që me i këthy dhe më mrapsht. Me në 60% ty, në 20%, që do me thonë me morë ti 40% lebit. Da, që të duhet me është të parë? Me pagun 12.000 euro. Jo me pagu, jo. Ja. Merë mrapsht jaqë. Jo, që dëmat ma mëna. Kësa i bje me mojë, se 40% që është... Nuk është punat e pare, da më se diskutoni punën e pareve. është dëmtimi i mishit, hek, qëtë, adin që do me thonë për gojë, 21 vjetë. Edhe të në këtë eksperiment me ba me gojë, është diçka në përbesu do, edhe jo minë dorëtande. Nuk duhet ta bëje, Benita. Nuk duhet ta bëje. Ta të dy janë të mërësisht të çmendur. Kjo medicinura është zgjidhje, po kërkon shërbim, është shumë e rrezikshme. Po lëvizje ti 1 milimetër me lëvizje, komplikimet i tregojnë. Janë komplikimet të jashtëzakonshme këto, kanë tash Kështu vendos, më shpejt me vendos, më mirë, bilet të shofën urgjent një hek, po unë jam për me hek, ma ne i vendosin një material tjetër, zirkona, porcelana. Firmosim këtë kontratën pra, nëse s'pajtam. E hiq që thonë, nuk e rrugë tjetër. Hiq që thonë, merë aqë sa lek i bjen punë e modët për lek mund. Që bojza për i vend, thotë nuk e ka problem. Me rëndësia shëndetit, do. Normal që posë. Sutoni pare, ju lutna, thjesht o në pytje goja jam. Thjesht, vjë do ato do të mi hek, okej, i hekam edhe sa ma shpejt, unë nuk spektojnë, nuk kam të mujtë me kuptu. Ke thoshtë materiale, edhe më thonë me dështu me thonë ju ane, ju knej, që kjo të më duke pak... Unë vetëm 2 sekonda pjesën e poshtë në planet më dikta pak. Është punë brillante. Është gjino me ba me këtë material, se ti më ta është për shumë prejrin diamanta edhe me gjatë tjetër, me porcelan ose me zirkon ose si. Të shifjim për i te e vajzë, të paciente, lutem, përgjigjet këtë. Bravo. Se qatë? Ti e të pështujt e shumë nuk si rejtë dhe më thonë fanerë, s'ky e ka përgjësi. Pacienti gjithmonë ka drejtë. Pacienti ka drejtë, po unë a kam fajnë? Do të me ditë një fillim... Kush i ka fajtë? Po ti ki fajet, se do të me spjegu qëfar materiali shëtë. Po ima ti ka vëvënd, kush i kam fajtë? Pa ma parasysh të do të me spjegu pasoja që me spjegu në ky pasoja, ta bërutane. Asa më zonë, shumë jam zonë, kove të fundit shumë jam zonë edhe me indrujnë tash. Benita, se tishe ka që zënë, nuk të hyje në Big Brother. Ti vëjmë shpejt, mësë në mëna. Apo vjen të ullit vajzët e klinikë këto, bajnë më të pam-pam, ja hek 2 sekunda. Jo, nëse kam photoshooting, kam reklam, nuk mu jemi, sot me veç nesër, me këshu nesër, edhe nesër kom pas punë, kom pas me unë për Tiranë, ka bashkëpunime që... Po mirë, kur ti dikush me kjo ka bashkëpunime që qa do me në ngojti kësaj? Shof, do të përkoshë me bëjmë, disi e bëjmë. Shënë do të me bëjmë një zgjidhje. Mos vjen kontakt në gjatësim, aty te Photoshop i qenë ato. Jo, se kallna, komplet në shamë, s'po kallna. E në të marrë shumë qërë, shumë... Nuk kam të marrë që është ose dhirë. Askush nuk po e merë qetë. Përkundrazi, Doktor Aleksandri duke tepër i shqetësuar për këtë anomali. Të shkoja jote, dërime ty, jo, janë krejtë dakord. Nuk ishtë sa emergency për mërë, sa... Kjo është normal edhe mu bo me nerva, po edhe mu mos ma pozot. Se unë jam doktor, jam mjek, unë qesë se produkte nuk i kam fanën ti me bo me uranium, me titanium. A e ke diti për që defekt? A e ke diti që ka mundët me ndodhë? Jo, kështë përder sa nuk e këmë ditë vashë saktë,
Po, që është pasoja për një duke? Se fojnë... Se është raport. Fojnë që të Krej pasojat, krejt ose të mira nga ati produkte. Kjo është shkotja jote, fojnë 100%, bo me kem gjonë, fojnë 100% e monë, zëtë mija. Të shkatire se ti nuk ka morë. Jo që do të me apë edhe të përgjithsi, do të me Jo, s'ka përgjithsi, jo, s'ka përgjithsi, mu dhe të thënë falner që ka morë të mbu ndjeni, mu më thënë falner shumë. Po ndjeni, po se po mas i që u kry prit, se të ka kjarë me më treguar? Normal? Ndryshe, si do të t'i merrnin 18.000 euro? Po në dhëmë do t'i venë, në dhëmë t'i venë. Bozi, se shofë. Do, a i të i ti që e në shofë, kam diçka në gojë që është të rëzikshme për mua, të dajnë. Bozi, vjetë. Ose është marrë me kajta, se nuk i di se di. Erdi pacienti tjetër, ju ka s'ke dhe tonë shnorë. Pacienti tjetër thotë është sigur hajse. Po nuk kam fejnë unë qesë produktin, unë habitëm ju, unë qesë. Nuk është si fajtë se të duhet me tregu qka po shkak, qka ka i produkt, ka pasoje ka dhe këse kish blej, am kish tregu mua për pranon, unë e kisha fa njoha dhe u kryrë. Fytyra e këngëtare se tregon më smir i shgënjimin, por edhe frikën nga kjo pa përgjegjshmëri e doktorit të panjohur, i cili flet me aq kompetencë. Por ky i fundit kërkon ta kaloj peshën e fajit te kolegu i tij. Faj, po pse po i del zot ky e din shumë mirë se çka ka bën. Po ju edhe ky ka faj, Ai bro. Ky ka faj. Dytë keni faj. Dytë keni faj të s'u shmo unë as. Faj se mund është me shku në gjyq, mund është me shku kudo, unë nuk kam asnjë lloj faj. Jo, ata e ki garantuar se për gjyqe për avokat, unë me avokat këtë punë kom e kry. Si dal veturit kom e thirr avokatin dhe kom e kry. Po thirr cilin avokat dush mos me problem. Doktori duket i sigurt në çdo fjalë që thot, gjë që e shton nervozizmin tek vajza. Do të di çfarë produkti po shaq. Po unë shes produkte po. Ton ky viraliteti këtu në dhomëve, ton kjo reklam, edhe në fund me dështuar. Për momentin janë ato e diskutuar shumë një bisedë. Ka thënë po të hedhin gjyq, po shku gallen hedhin gjyq, për çfarë hedhin në gjyq? Nuk është tema më e rëndësishme se pacienti. Unë e kuptoj që tu prit, po jo që fuli tim që pas pari çka është. Shpjegoj si me nevojë me zgjatë. Unë firmën e morë të shqyt 2 rregullon negosja, mirë? Na të shkaroha shumë gjyqe gjana, a kena nevojë, s'kena nevojë ta di, unë kam i Itali, unë kam marrë Itali vetëm Jo, tim. mësë të më interesu se unë kam shumë gjana, Italie, Tirana, e sa në vend bashkëpunime, që po me udhtu, po unë këtë punë. Kryeni këtë çështje se Jo, edhe ti do të me nëjë qëto, edhe... Jo, e kërëtëm se unë shkru. Se, jo, në shkru, se nuk e firmën ti, do, se Shkru dhëmë të më kryrë sa ma shpejt, edhe për këtë gjë sharojnë të qe. Pa problem. Edhe ti do kemë këtë listë, më me kjaq. Më në fund, doktor Aleksandri ja ka arritur qëllimit të prish përfundimisht raportin mes paciente Benitos dhe doktor Valtonit. Pa problem. Po, është një gjë që hala nuk jam zyrti, jam shumë jo në përshuna së të dhima, kjo për mu nuk është që ka vjerë, kështu që... Benita, ti heqim tash dhëmë, apo po presim deri? Më të më shurë, e dorë. O, sa, heqim dhëmë da jo? Jo, s'jena ato ka mu nuk të mu besu edhe në fillim nuk e di mu do pak si... hajgare, po më fund shumë seriosisht e morën edhe se ti, ose së të më besu alo. Mos kom reagu keq, se a mos seriosisht ke shumë dishysh se ti nuk e menova, se menova. Tu të ma shumë përshëndeta për diamanta? Përshëndet, normal, se diamanta të shkojnë e vinë, po dyqysh se ti nuk mujta me imaginu që prap me i hek edhe me i vendos, për ime është pak sakrifice dhe sti s'kom komend, o zot që am keni bëju mu sot. Shunive me një moment kur ta që të keq, në veç se ani sa me u të lidh, i treuva dhe doke, të s'ki këto, nuk e di ku shkove, definitivt nuk e di, s'kom naj komend, që ta shumë e shokume. Benit mas krejt kësaj, a kime vazhdu me busqesh me Dr. Smile, apo jo? Po, gjithmonë me Dr. Smile, po që am ka bo sot, e shem as kamera. Piranja, që am bënët ju mu mështinët në kortë. Është fundi viti 2025, por askund nuk shoh atmosferë festash.
Gjysma Shqipërisë merr ushqimet me listë, gjysma tjetër shem me gojë hapur listën e hajdutëve të qeverisë në SPAK. Ngjarjet e këtyre ditëve më kanë bindur më shumë se kur që kandidimi im ishte jo vetëm gjë e dur, por edhe një domosdoshmëri. E kur dëgjon që një biznesmen rrëmbehet, kërcënohet, dhunohet, vetëm që të tërhiqet nga një tener publik, e kupton që shteti jo vetëm po funksionon keq, por është marrë peng. Sot fjala e korruptuar nuk bën më përshtypje sepse e gjen me bollëk në çdo institucion dhe shteti është bërë njësh me krimin. Dhe kjo aleancë nuk po vjedh vetëm para, por na vjedh sigurinë, jetën, por mbi të gjitha shpresën për një të ardhmë më të mirë. Heshtja që ndodh mbas dhunës është ajo që më tremb më shumë. Një listë gjatë me akuza nga drejtësia, një pjesë në burg ose në arrest shtëpie, por asnjërit nuk i shkon ndërmend të jap dërheqje. Kaçanaj? Jo. Balluku? Jo. Veliaj? Jo. Ky i rrugëve, ky i keshit, ky atje, kjo atje. Zero dërheqje, zero përgjegjësi, as edhe një më falni. Dhe dosjet e SPAK-ut, ku mediat shien në rresht në listë, jo në listën e borxheve, por në listën e shpërblimeve, si të ishte kredit normale, si të ishte pjesë e investimeve të shtetit. Dhe në këto momente, kupton pse vendime që dikur dukeshin të vështira, sot janë të domosdoshme. Ngjarjet e këtyre ditëve ma kanë bërë të qartë. Kandidimi im nuk ishte vetëm gjëja e dur, por ishte gjëja më e ndershme për të bërë. Sepse çdo ditë kjo qeveri qëndron pushtet, Shqipëria dëmtohet, ekonomia grabitet, shteti shkatërrohet, qytetarët friksohen. Dhe sot, kjo aleancë ka hequr maskën dhe i ka shpallur luftë drejtësisë, demokracisë dhe qytetarëve të ndershëm të këtij vendi. Asnjë parti e vetme nuk e ndal dot këtë. Dhe nëse partitë duan vërtet ndryshim, duhet të kenë guximin të mbështesin zgjidhje jashtë vetes tyre. Intelektual, profesionist, aktivist, qytetar të angazhuar, njerëz që nuk vinë nga pazarët e pushtetit. Ne kemi nevojë për këta njerëz. Ndryshimi vërtet nuk vjen nga lart, por vjen nga qytetarët kur bëhen bashkë. Për fat të keq, nuk na u dha mundësia të bënim zgjedhje në Tiranë. Por kjo nuk do të thotë që përgjegjësia jon mbaroi me kaq. Sot kemi një detyrë më të thjeshtë dhe më të vjetër se vota. Të mos heshtim, të bashkohemi, të dalim në protesta, sepse kur shteti sillet si band, qytetarët nuk e kanë luksin të sillen si spektator. Është rasti për treguar që pushteti nuk mund dhe nuk duhet të jetë i disave përgjithmonë. Gëzuar miq, dhe mirupafshim në protesta. Në këto ditë festash ku kryefjala janë drita, durime, trezat e mbushura dhe dhuratat, ka familje për cilat fjala fest është diçka krejt e huaj. Në redaksim ton mbërrin aq shumë mesazhe nga familje në vështirësi ekonomike shëndetësore, saqë ne nuk mund t'i ndihmojmë e t'i përmendim dot të gjithë. Sonte për 10 minuta ju ftojmë të jetoni në jetën e një prej këtyre familjeve, me shpresën që këto minuta do të mjaftojnë që dikush të shtrijë dorën për t'i ndihmuar. Dhjetori është muaj kur të gjithë mbyllin një kapitull me dëshirën dhe shpresën se viti i ri do të jetë më i mirë se ai që lihet pas. Ky është muaj festave, përqafimeve me dashuri dhe tavolinave të mbushura plot. Mirë po dhjetori nuk troket njësoj në çdo derë, sepse ka edhe nga ata që i kalojnë në heshtje këto ditë festash, pa pasur mundësinë të ndjejnë atmosferën e ngrohtë. I tillë është edhe rasti i familjes Kaplanaj, nga fshati Buzmadh i Fierit. Për t'i takuar, na u desh të udhëtonim gati 150 kilometra larg Tiranës. Përshëndetje. Faleminderit. Kjo familje është e vogël, por sfidat me të cilat përballet çdo ditë janë shumë të mëdha. Këtu krijova familje time fillimisht, gjeta vjerin, burrin, këta dy. Që jetoni në këtë shtëpi ku jemi ne aktualisht. Në këtë shtëpi aktualisht, po kjo shtëpia, unë nuk e dija që kjo nuk ishte jona. Shtëpia ka qenë i xhaxhait të burrit. Unë e dija si shtëpinë time gjeta burrin me shtëpi. Pse ata nuk kishin pasur një shtëpi të tyre? Ata kishin pasur një dhomë dhe u kishte filluar me të ranë dhe do i zinte poshtë. Dhe qa ishin bërë këta dy xhaxhallar? E kishin vizituar me njëri tjetrin dhe gjyrna, se vjerin e kam pas të paralizuar unë. Burrin me tmeta mendore dhe i morën i futu këtu. Po ndjesinë e
shtëpisë që të kesh shtëpi tate, unë nuk e kam përjetuar. Ideja e një shtëpie si pronë e tyre ka qenë gjithmonë një ëndër e paarritshme për zonjën 53 vjeçare. Megjithatë, ajo i mbetet mirënjohëse të afërmve që janë gjendur pranë dhe që e kanë ndihmuar, edhe pse sot shtëpia ku ata jetojnë nuk ka as pak lidhje me një banesë normale. Ka vdekur vjerin 2019, pa mbushur viti bjeri, ma filloj maracatia. Prej 5 vjetësh, Bardha, bashkëshorti Luhani dhe djali i tyre 17 vjeçar jetojnë me merakun se banesa mund të shembet e gjitha nga momenti në moment. Dhe do na kishërën këtë avali këtu në kokët e do këshim iku. Pra, su vaja shumë, pra, qaqe, një zhurë me madhe, në krevat. Shiko dhe dyshemeja, si e ka dhënë ato kufina ajo, që lëvisë vëndi, ajo i ke shife, është hapur vetë ajo, këtë reun aty. Këtu duket vërtet, shiko, është këputu rrës 4-5 cm, shiko. Ka ikë vetë se nuk e kam prishur. Shikoj dhe këtu keni prapë të saritje të dyshemes. Po, ka ikur ajo, ka ikur e gjithë, ja, ajo po hapet, pak në lartë, pak në poshtë dhe gjapo i kështu. Ashtu do vi këtu. Dhe neve gënjej vete e themi, pa ajo i ka dhënë shenjat në fakt. A ka thënë ikë, këtu kam qua robet, që ndërojemi që bëjmë, sepse në dollapin unë e kam bosh fare se nuk mbaj do të gjatë, se apo bie. Edhe këtu siguri s'kam, po hajde, që se siguri e ka porta. Skandal këtu, futet miu, futet marqa. Për t'i shpëtuar rrezikut që shtëpia mund të bjerë mbi kokë, familja e vogël Kaplana i është vendosur në një tjetër hapësirë për të jetuar, që më parë shërbente si një ambient për mbajtjen e bagëtive. Flini 10 këtu, se kishim gjoja 2 dhoma ndej, si që në ndodhi ajo. Gjë, i kemi ikur me fjalja dhe dritare s'ka, kemi me plasmasën aty. Zirni pleu këtu, e ta që kemi qojnë plasmasë e ishi izaluar. Po si e bëni tani në të ftohtë vetëm me plasmasë? Nuk i vjen ftohtë këtu brenda në Ku të vjen ftohtë, ngrohtë këtu jemi në. Mbyllim derën, këtu në bataniet, dridhu, dhe kaj, kjo është realiteti. Se kjo divani vëtë, kjo mi që se me vëtë, këtu flejur. Fletia. Këtu flejur. A të flej luale, a këta pastaj, që i djali këtu. Shikon këtu ti këta divante, këto karriget e kjo televizori ka ardhë në Greqia, mi ka pru gjazaj mua. Unë time nuk kam asgja. Që të them ore kam këta time. Kjo dhomë këtu nga e që ka qënë për baktit, shosa lagështi, shosa mykë. Në një dhomë të vogël, pa dritare, ku i ftohti ndihet njësoj si për jashtë, duhet të jetojnë të 3 pjesëtarët e familjes, por akoma dhe më dramatik është fakti se krahas shëndetit mendor të bashkëshortit, 53 vjeçaria vuan nga epilepsia. E pavarësisht se sëmundja e rikthehet her pas here, Bardhës i është dashur që të kujdeset gjithmonë për të shoqin, i cili për shkak të gjendjes shëndetësore ka sjellje të luhatshme. Bëhet agresiv, për momentin del jashtë kornizës njeriut. Dhe po e ndihmova unë dhe isha këtu ku jam. Pa unë ja bëj, mirë luan mirë, a ishë në botën e vetë. Nuk e kam që t'i qaj një hall apo që t'u fus, nuk bëhet fjalë fare. I vetmi person me të cilin kjo zonjë ndan bisedat e përditshme është djali i saj, i cili po ashtu duhet të sakrifikoj shumë nga rinia e tij për t'ju ardhur sadopak në ndihmë nënës dhe babait. Djalin unë kam 17 vjeç. Studion e kam qolë në këtë shkollë profesionale për veterinar. Ka një ditë të zakonshme djalit tim është ngrihet në 6. Rreth në 20 minuta mi bën rrugën e kam në mëngjes, të vej do kapi autobusin që të iki për në shkollë. Kur kthehet nga shkolla, do vej atje te vendi punës dhe do presi sa të vijë orari, e merr punën në orën 3 edhe e lë në 11:30. Ka raste që ma bie në një shoku i vet, po ka raste që më vin edhe në kam. Kam shumë merak. Do ta pres djalit e pragu derës. O ma çapo vën. No vëlla erdhe. Po pse bë kështu ma? Jo të keq lëzë, nuk dua që t'i fus frikë. Se po t'i themu që ka merak kështu. Ai dhe do tremet se fëmihesh. I ka thënë, o vëlla, lere këtë punë. Lere këtë punë se është i vogël, më thimse. O ma, ku të gjejmë? Një vetë këtë pëti që më ka këthyrë. Dhe të më shikoj e Zoti i madh. Se nëna di vetë çka e që pratë. Qa punë e bën djali atje? Ka marrë punor, ti merr ato lekët. O ma, me një si smjela për këta. është realiteti, është i hidhur. Me jep
më jep forcë, shumë i qetë djeli. Mirë po, 53 vjeçarja ndihet totalisht e pafuqishme, që nuk mundet i plotësoj të birit as kushtet më minimale për të bërë një jetesë dinjitoze. Sot me çfarë të ardhura që përballoni jetesën tuaj? Neve sot të ardhura kemi kempin e burrit, merr 119.000 lekë, marr dhe unë 119.000 lekë, kemi edhe 23.000 lekë ndihmë ekonomike. E kam ngritur zërin vend më vend, jam edhe zhgënjur, nuk më ka dhënë drejtim. Tek bashkia ti dhe ti ke shkuar ndonjëherë të interesohesh çfarë ndihmë mund të t'japi? Te bashkia drejt për drejt ka takoj atë të madhin aty, nuk e kam takuar. Nuk bëm takime. Jam lodhur unë, kam bërë shumë, shkenjeva jashtë masë dhe nuk vete me. Megjithse është e demoralizuar nga situata, e bindin bardhën për t'ju drejtuar sërish Bashkisë së Fierit për ndihmë, por përpara se të nisemi, zonja 53 vjeçare nuk harron t'i lërë disa porosi të shoqit, Luanit, për të cilin kujdeset njësoj si ta ketë fëmijën e saj. Po mërzite, mbuloj kohë kështu që të zëri çuke se do vi, unë nuk vënohem shumë gjysmore nuk vënohem. Unë jam Lorena, gazetare nga emisioni Piranja. Zonja Barda jeton në kushte të vështira, jeton në fshatin Buzmadh. A mund të dim çfarë programesh ofrohen nga bashkia? Programin e bonusit të qeras, familjet që kërkojnë të mbështeten me këtë program, plotësojnë një sër dokumentë të cilat mund të nxirren nga Albania. Po kushtet tjera çfarë kërkojnë që ta dim pak a shumë? Kontratë qeras me pronarin e shtëpisë, sepse pagesa i kalon direkt. Bonusi i qeras ofrohet i plot nga bashkia apo duket pagë të ardhura të familjes, qoftë se familja nuk ka të ardhura, qoftë rroga, sepse nuk mund të llogaritet qoftë se ajo merr pagesë kemi, ajo llogaritet si ardhur zero, merret para. Unë do t'i jap edhe një listë me dokumenta, çfarë dokumentash duhet të plotësoni. Zonja, do me thënë mund ta plotësoj gjithë dokumentacionin, mund gjithë kontratën, po varet pastaj ja për zgjidhet apo jo. Nëse ajo është në kushtet që thotë se është, patjetër që do përzgjidhet. Pasi dorëzohet dokumentacioni, kur do bëhet shqyrtimi i rasteve? Do dorëzohet dokumentacioni, do shikohet menjë. Brenda janarit do kaloj në këshillin bashkiak. Pas këtyre fjalëve që na dhanë shpresë për një zgjidhje të shpejtë, urojmë që Këshilli Bashkiak i Fierit të bëjë zgjedhjen e duhur, në mënyrë që viti 2026 ta gjej familjen Kaplanaj të lumtur në një banesë të re. Unë dua një shtëpi, të më plotësohet kjo dëshirë, këtë dua. Edhe po vdekja nuk kam probleme me ngopur pasaj. Nga njëra anë, 10 milion euro justifikohen me fatura çokollatash e biskotash, e ndërkohë që ka familje të cilat jetojnë në kasolle dhish dhe shpresojnë që dikush t'i zgjas dorën për të dalë nga ajo situatë. Dhe ky kontrast kaq i thellë, në fakt është prodhim i një shteti që me kohë ka braktisur tërësisht hallin e qytetarëve të vet, dhe shteti dhe institucionet janë kthyer në fole shushunjash që kanë vetëm një synim, pasurimin vetjak. Tani do flasim për zanatin e kohëve të fundit, që jetojnë. Kohët moderne, influencers. Po, influencers, po. Po, influence jo për gripin, pra influenca. Ose ata që influencojnë jetën e të tjerëve, patjetër. Si shkam qef unë t'i quaj, yshtësit. Në vijim do të ndjekim një intervistë alla Piranja pikërisht me influenceren Keisli Alia, ose siç njihet në rrjetet sociale, Keisli. Me vërtetë? Sa vjeç ishe kur more vendimin që do të bëhesh e famshme? 16 vjeç. Cila është gënjeshtra më e madhe që ke thënë publikisht? Nuk jam shtatzak gorisha. Sa para ke në llogarin bankare tani që po flasim? Jo, se na paksohen po t'i tregoj. Cili është kompleksi yt më i madh fizik? Më kanë ngel çik shtremët nga të lindjet. A mendon se je e bukur pa make-up? Po, jam pa make-up sot. Sa orë në ditë kushton pamjes tënde? Varet. Ka raste 1, ka raste 5, ka raste 10. Cili është sekreti yt më i madh që nuk e di askush? Po s'quhet sekret, po. Sa para fitove muajin e kaluar nga Instagrami? Me 5 shifra, euro. Cila është gjëja më e shtrenjtë që ke bler ndonjëherë? Çanta Birkin. Sa kushton? 9.300 euro. Cila është reklama më e papranueshme që ke pranuar të bësh? Nuk pranoj reklama nëse nuk i kam qef. A ke refuzuar ndonjëherë para për një reklam? Patjetër që po. Pse? Mbase produkti nuk bënte, se mbase s'kan qenë të regjistruar me NIP bizneset. Sa influencer shqiptar xhelozon realisht? Asnjë. Kush është influenceri që urren më shumë? Nuk urrej, thjesht i shoh të gjithëve anën pozitive. A do braktisje gjithçka për 1 milion euro? Po jo, ti se bën shpejt, prishen shpejt ato. Çfarë do të bëje nëse nesër do t'ju humbisje të gjithë ndjekësit? Do i rikthesha zanatit. A ke bler ndonjëherë followers apo like? Ja. A ke tradhuar ndonjëherë partnerit? Qysh ajo?
A je tradhuar ndonjëherë? Në djenin time jo. Ja zë kush e ka bërë. Cili është mashkulli më i pasur me cilin ke dalë? Që kam tani? Se më ka mua. A do martohesh me dikë pa para? Nuk ka problem për mua. Me para pa para, dashuria është dashuri. Sa kushton outfiti që ke veshur sot? Po i ka marrë me zbritje këto, nuk janë vlera realiste. I ke borxh para dikujt? Jo. Sa e paguan qera në muaj? Kam shpendime. A ke patur ndonjë periudhë pa para në xhep? Kohët e fundit jo. Cili është momenti kur ke ndjerë më shumë turp në publik? Kur dola ke jo që. A ke patur ndonjëherë depresion? Në djenin time jo, po s'kam pa njëri që ketë edhe të thotë që kam. A është shoqëria jo në depresion? Është shumë. Kush është gjëja më e keqe që kanë shkruar për ty? Ka shumë, po nuk e cilësoj më si të këqija, s'më bëjnë përshtypje. A ke kërcënuar ndonjëherë dikën me padi? Kam bërë padi, po jo se e kam kërcënuar. Me cilin influencer ke patur ndonjë konflikt real? Me asnjërin. A ke bërë ndonjëherë diçka ilegale? Jo. Sa herë në ditë i kontrollon komentet? Tani po thuj se fare. A i fshin komentet negative? I fshi të gjitha komentet negative. Kush është komenti më i keq që ke marrë? Nuk kam një koment specifik që më vjen tani në mend, po di që i fshi të gjitha, sepse kushto që të vjen në profilin tim, marr energji të mira. A lexon çfarë shkruajnë mediat për ty? I lexoj të gjitha, po nuk më bëjnë përshtypje. Kush e menaxhon akauntin tënd? Vet. Sa shkrepe fotosh bën për të postuar një? Varet kush më bën fotot, po më bëri bashkëshorti, shkrepim shumë. Po doli ai fotograf, pastaj mbarojnë punë shumë shpejt. A përdor filtra në foto? Në fytyrë jo, pastaj kështu efekte ngjyra gjëra, patjetër që po. Sa të vërtetë janë ditët e mia normale që poston? Shumë të vërteta, mundohem të jem e vërtet maksimum. Ku do t'jesh pas 10 vitesh? Në ishull tropikal, një njarë kokosin ndër. A do t'i lejoj fëmijët e tu të dilin në rrjetet sociale? Nëse ato e kanë dëshirë, patjetër që po. A planifikon të largohesh nga Shqipëria? Me shpirt e bëj çdo ditën, kështu se sa do e bëj realisht, nuk e di. Cila është ëndra jote më e madhe? Të dal në pension herët dhe të jem ka ishulli tropikal me atë arrën e kokosit. A mendon se të qenurit influencer është një profesion afatgjat? Nëse bën mirë, çdo profesion shkon në term afatgjat. A ke pagjumsi? Shumë fare. A je i lumtur me veten si që je? Ka raste që jam, ka raste që normalisht që mendimet ndikojnë dhe të fusin ato ujëra, po overall jam e lumtur. Çfarë do t'i thoje vetes 16 vjeçare? Bravo, Kesli. Vazhdo kështu se do arrish. Kush është personi që të ka lënduar më shumë? Vetja, kam qenë shumë ashpër me veten. A besojnë prindrit e tu në atë që bën? Dikur jo, tani janë okej. Nëse do të vdisje nesër, për çfarë do duhet të mbahesh e mend? Për influencer lookun tim të sakt në këtë komunitet. Më përshkruaj me një fjalë personazhet e mëposhtme. Armina Mevlani. Më pëlqen shumë brendi i saj. Sherina Spahiu. Është cool. Angelina Kotori. Është zemra ime. Sara Karaj. Love her brand too. Hati. Nuk e di, ka mixed feeling. Dea Michel. Është shumë simpatike. Rizarta Hoxha. S'kam ndonjë përshtypje. Kozaku. Not my style, not my type. Sara Berisha. Dursaka. Estela Uika. Jemi në atë momentin e shumë pritur edhe pak të trisht për ne. Kemi britur në fund të piranjave. Shoqe, oj trisht për ju, po i gëzum për mu. Po për vitin. Shiko, ka qenë një sezon i gjatë edhe intensiv. Besi, kur si ishte do të vinte, kur erdhi do të shnikte tash. Jo, shoq, kur si isha doshin me mosh, të si s'dun me meq. Po mirë, ti thuaj që u knaqe shumë me ne, mund ta thuash këtë. Jam knaq sa s'di qa me thon mo. Sa s'du ardh mo. Veç më pafshi mo këtu. Shiko, ka qenë një sezon i gjatë dhe intensiv, me thënë drejtë, një sezon plot me miq të ftuar, po njërin prej tyre e mbajtëm disa javë rresht në të skenë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Vërtet ka qenë disa javë shumë të bukura për mua në shoqërinë e Dojnës, kandidatit për kryetar bashkie Florian Vinaj, edhe administratorit Bubqit. Faleminderit shumë që isha me ne. Me Flor njiheshit personalisht, unë kisha kënaqësinë të takoja për herë të parë, edhe është bone me një të prap. Është lok, më lok është. Bone me një të prap. Mos qa, mbajni lok, mbaj. Ju urojmë festa të gëzuara, edhe kujdes se piranjat kthehen në shkurt. Nuk do e themi atë piranjat kafshojnë? Ke që ta themi? Po ta themi si për herë. Na pret tava e baklava. E themi për herë të fundit. 1, 2, 3. Kujdes.
Piranha kapsoj! Në përkotra, ku shëllen një e kërësir. Pra pura, hajpini, ore qast, po që kallim në të herët, asesën e I rast. Hajpini dhe rëmbeni, pushti qepën, pushti arka, të paprek ju qepti dreka, milioner ju suri tarka. Hajpini, rëmbeni,